Jemi rikthyer në studio mbasaj reklame fantastike të Unionet Western Union që mundson pagesën e pushimeve nga telefoni. Pra ju e zgjidhni që e zgjidhni nga telefoni, paguajeni nga telefoni. Ore na telefoni mund të bësh përveç seksit çdo gjë tjetër o vlla. Ç'namin mund të bësh. Jemi me Mirgenin e dashur që do të bëj akuzën. Mirgeni ka një çështje specifike shumë të veçantë që ne si studio e përkrajmë, ne mbështesim, do na e thot vet. Shumë faleminderit, vim nga një sesion lufte, po tani është një moment shumë i rëndësishëm, sepse ne së bashku me një ekip nga Korça, të cilët kanë nisur një iniciativë shumë interesante, që është një mënyrë e qëndrueshme se si t'i vim në ndihmë fëmijëve të cilët kanë sëmundje në forma të atilla që shteti nuk i shëron dot, ose nuk i diagnostikon dot, dhe të mos ngelen në mëshirë të GoFundMe, të bamirësve që janë treguar të jashtëzakonshëm shqiptarët në këtë aspekt, po për t'i dhënë mundësinë që të gjithë të marrin këtë shërbim edhe të jetë më e qëndrueshme, ata kanë propozuar një nisëm ligjore, duke marrë një formular në KQZ, për të mbledhur 20.000 firma që këtë iniciativë ligjore tashmë ta kalojnë. Lutem, mund të japësh se dua ta afirmos unë e para dhe Erioni natyrisht. Po ndërkohë ti e shpjegon. E vetmja, ne sot kemi një situatë ku familje të tëra shqiptarësh, kur i ze halli i fëmijëve të tyre, të cilët nuk e shërojnë dot në vendin tonë, detyrohen të dalin jashtë vendit në forma aratie, por me propozimin që ne bëjmë është që të shkurtohen afatet kohore, procedurat të cilat do duhet të ndiqen nga shteti. Transparenca maksimale, po edhe institucionet kenë një rol proaktiv, pra të mos ja lejnë familjes procedurën, aplikimin apo zgjedhjen e kësaj forme, po institucionet jenë ato që me njerë sa identifikojnë një rast serios të mos shërimit të fëmijës brenda sistemit tonë shëndetësor, të aktivizohet me njerë mekanizmi për të dërguar ati jashtë vendit apo brenda vendit në spitalet le të themi të specializuar. Ne kemi parë gjatë gjithë këtyre viteve që këtë shërbim ta marrin zëvendës ministra, persona publik të cilët kanë qenë le të themi ustallar apo ja kanë ditur mënyrën se si ta përdorin ligjin, por kjo të mos jetë më një histori e tillë për fëmijët shqiptar të cilët ne duhet t'i prioritizojmë në këtë situatë dhe nga 0 deri në 18 vjeç ta marrin këtë shërbim me një ligj të dedikuar, me një fond të dedikuar, me afate kohore më të shkurtra dhe me procedura më të shkurtuara. Dy firmat tona ja tek. Numri do ta dërgoj më vonë të kartës identitetit se kam tani me vete. Unë ju falenderoj ju shumë edhe sigurisht do t'i bashkangjiten kësaj nisme sepse ne jemi pro fëmijëve të gjithë. Dhe jam i çuditur që su vete mendja atyre që janë krye. Kjo do të jetë një propozim që do të shkojë në parlament për votim, si është menduar nga ana juaj. Pra pasi të bëhet ky. Pasi të merret 20.000 firma, ne do të shkojmë në kuvend, atje kalon me një procedurë parlamentare dhe unë shpresoj shumë që të gjejmë bashkëpunimin e të gjitha forcave politike si një kaos qytetare thellësisht humane për t'i ndjekur, për ta realizuar këtë ligj edhe për të shpëtuar le të themi një herë mirë gjitha të kalvarë që familjeve jo vetëm ju bie tek sëmundja, por shpeshherë përballen edhe me kalvarin e strapacimit për të gjetur fonde alternative për fëmijët e tyre. Kështu që unë shpresoj shumë që të na mbështesin qytetarët, ashtu siç e kanë treguar në këto ditë, jemi diku tek 6.000-7.000 firma të mbledhura deri më tashmë dhe mbeten edhe pak muaj për të mbledhur. Ka nisur vetëm në Korçë, grupi iniciator është nga Korça, janë aty një grup Ardit Konomi, Evisi, janë një grup qytetarësh korçar. Ose Xhensi, se ai është i lezetshëm.